Çmimin për diasporën do ta prezanton njëri nga moderatorët e televizioneve tona, Driton Siçeca. E ftojmë shkel. Mirëmbrëma gjithëve, e sidomos shikuesve që po na ndjekin nga ky transmetim i drejt për drejt sonte. Unë gjithmonë gëzohem kur ka tubime të këtilla, urime gjithë këngëtarëve për krijimtarinë e tyre njëveçore, urime Zhurma Show Awardsit që nuk i harron asnjëherë ata. Unë kam kënaqësinë sonte edhe pse në skenar është parapaçi të ndaj vetë këtë çmim ekskluziv që do të jepet për herë të parë në 9 vjeçarin sa vjeç është edhe Zhurma Show Awards. Bigi shumë po bën zhurmë andej. Hajde pak me mua këtu, a do të bëjmë këtu se kemi mikrofonin dhe dëgjosh më shumë. Ta presim me duar trokitje sepse do t'japim një çmim për diasporën. Shuajnë çfarë mendon Bigi i përket diasporës shqiptare ose jo. Po dhe, merë pare valoni, unë e hecë bëjnë cirkus këtu. Qëndro këtu me mua. Fillimisht unë kisha pas edhe një përshëndetje dhe më gëzon një fakt shumë që niveli i produksioneve që duhet ta përshëndesim vazhdimisht, sot mund ta konsiderojmë që është evropian dhe bravo ju qoftë djema, vashat gjithë ato ekipet që punonin në realizimin e këtyre videoklipeve që ne i gëzojmë çdo ditë në ekranet tona. Sonte kemi kënaqësinë që numri i këngëtarëve nga diaspora shqiptare natyrisht, po rritet dhe po futet furrishëm në tregun shqiptar dhe jo vetëm. Dhe ti do t'i kërkosh tani nominimet për... Okej, ti ndjekim nominimet. Diaspora. Dhe fitues në këtë kategori, ekskluzivisht që për herë të parë ndahet në Zhurma Show Awards, fitues janë Ledi Vokshi dhe Ludo. Your Style. Ledi, mikrofoni nuk është për ty. Pasporti mirë mbrëma, zemrat shqiptare. Afroju, mësë tut. Afroju, në gjithë e gojen. Gati. Faleminderit të gjithëve. Faleminderit Zikos për support. Faleminderit Ledi për bashkëpunim. Supersoniki, Tredost, Vini, të gjithë shumë faleminderit. Respekt për të gjithë. Faleminderit, natën e mirë.